Selamu alaikum! Mirë se vini në Faith Links. A e di Zejdi? E mira më e bukur nuk është ajo që bëjmë vetëm kur të gjithë na shohin. Po cila është, Lina? Është ajo që bëjmë kur askush nuk na shikon, sepse aty shihet zemra jonë. Sot gjeta një kulet pranë karriges. Për një moment mendova, askush nuk po më sheh. Dhe zemra jote të pyeti në heshtje, a ta mbaj apo ta kthej? Po, nuk e hapa, por mendova se ndoshta askush nuk do ta marrë vesh. Por Allahu e di Zejdi. Në Kur'an, Allahu na mëson se kush bën një të mirë shumë të vogël, do ta shohë atë. Edhe nëse vetëm e kthej një kulet që gjeta? Po, sepse ajo kulet nuk është e jona, mund t'i duhet shumë atij që e ka humbur. Po nëse askush nuk më thot faleminderit? E mira nuk humbet kur njerëzit nuk e shohin. Ajo bëhet edhe më e pastër kur bëhet për Allahun. Do me thënë, nuk duhet të bëj mirë vetëm që njerëzit të më thonë të lumt? Pikrisht, është bukur kur dikush të thotë të lumt, por kjo nuk duhet të jetë arsyeja pse bëj mirë. Arsyeja duhet të jetë zemra e pastër dhe dashuria për Allahun. Atëhere do t'ja jap kuletën një të rrituri që ta gjej ai që e ka humbur. Kjo është vepër e bukur, edhe pse askush nuk të pa, Allahu e pa vendimin tënd. Tani ndije më mirë, sikur zemra ime u bë më e qetë. Sepse e mira që bëhet pa zhurmë e qetëson zemrën. Ajo nuk bën zhurmë, por ka vlerë të madhe. Atëhere dua të jemi mirë edhe kur askush nuk më sheh. Kjo është një nga veprat më të bukura Zejdi. Njeriu i mirë nuk ndryshon vetëm pse askush nuk është aty. Ai e di se Allahu e sheh çdo të mirë. Subscribe për mesazhet e ardhshme dhe le ta përhapim së bashku një të mirë.